Në një fshat të largët të veriut shqiptar, atje ku malet të rinë si roja madhështore mbi çdo shtëpi, ku era ulurin në netet e dimrit dhe ku rregullat janë të vjetra sa vetë shkëmbinjt, jetonte një vajzë e re me emrin Mira. Fshati ishte i vogël, i mbledhur rreth një rruge me kaldërm, me shtëpi guri që dukej sikur ishin pjesë e tokës. Atje koha nuk ecte si në qytet. Çdo ditë kishte të njëjtën heshtje, të njëjtën punë, të njëjtat fytyra, të njëjtat zakone. Dhe mbi gjithçka qëndronte një libër i heshtur që vendoste fatet e njerëzve, Kanuni. Kanuni nuk lexohej, ai pëshpëritej, trashëgohej dhe friksohej. Në atë botë të ashpër, Mira ishte martuar me djalin e një familje të njohur të fshatit, Lekën, një njeri i qetë, i butë dhe i urtë. Nuk ishte martuar nga detyrimi, kishte qenë një dashuri e ngrohtë, e qetë, e thjeshtë, ashtu siç dinte të duan vetëm ata që rriten me punë të rëndë dhe pak fjalë. Në shtëpinë ku jetonte, bashkë me Lekën, banonte edhe vëllai i tij Marku, një burr i heshtur, i ashpër në pamje, por i drejtë, dhe prindërit e Lekës, të cilët kishin vite që luftonin me thinjat dhe me hallet e jetës. Për 3 vjet, jeta e Mirës kishte qenë e mbushur me punë të përditshme, me rritjen e djalit të saj të vogël, me dashurinë e Lekës dhe me respektin e familjes, derisa një dimër gjithçka u ndryshua përgjithmonë. Ai dimër dukej sikur kishte zbritur nga malet me gjithë inatin e stuhive. Bora binte pa pushim, era ulurinte dhe shtëpia e tyre dridhej nga të ftohtit. Në atë periudhë shëndeti i Lekës u përkeqësua shpejt. Pati nisur me një koll të fortë, pastaj me ethe dhe brenda ditëve ai nuk u ngrit më nga shtrati. Mira nuk u largua nga dhoma e atij as një minutë. E mbante dorën e tij, ja fërkonte ballin, i ndronte ujëra të ftohta, i pëshpëriste lutje, por sëmundja nuk po e lente. Nëna e Lekës qante në heshtje. Marku ndonse njeri që se tregonte dhimbjen. Kishte sy të lodhur. Frymëmarrja e Lekës u bë e rëndë, e copëzuar, si të ishte duke luftuar me vetë errësirën. Në një natë të gjatë e të ftohtë, kur bora godiste dritarët sikur kërkonte të hynte brenda, Leka mori frymën e fundit. Ai u shua ndër duart e Mirës, e cila klithi një britmë që do ta përshkonte fshatin deri në mëngjesin tjetër. Britma e një gruaje që humb burrin e zemrës, të ri, pa arsye, pa paralajmërim. Ditët që pasuan ishin trazim, zi dhe heshtje. Shtëpia dukej e zbrazët dhe pse ishte plot njerëz. Mira ecte si hije, me djalin e duar, duke mos ditur si të merrte frymë në një botë ku Leka nuk ishte më. Por ndërsa dhimbja e saj shkonte thellë, një tjetër erë shfaqi në shtëpi. Ajo nisi të vërente se Marku e shihte me sy të ngurtë, se nëna e Lekës nuk po fliste më si më parë, se burrat e tjerë të familjes flisnin me një ton të çuditshëm, të ftohtë e të ashpër. Dhe një mbrëmje, Mira ndëgjoi diçka që janë ngriti trupin si akull. Burrat ishin mbledhur në dhomën ngjitur, zërat e tyre të ulët, por të rëndë, deportuan në qilarin ku ajo po qante. Ajo nuk dëgjonte zakonisht bisedat e burrave, por këtë herë dera e dhomës ishte lënë pak sa hapur dhe fjalët vinin të pastërta si thika. Kanuni e thot qartë, tha njëri prej tyre. Shtëpia nuk mban 2 burra e 1 grua. Këtu është Marku. Nusja nuk mund të qëndroj. Një heshtje e rëndë. Zëri i Markut u dëgjua pastaj. Nuk kam gjë me të, por rregulli është rregull. Ajo duhet të kthehet tek prindërit e saj. Dikush tjetër u ankua me një zë më të butë. Po djalin e Lekës? Djali mbetet këtu, u përgjigj një tjetër. Fëmia e fisit nuk del jashtë portës. Mira ndali frymën. Në sytë e saj u mblodhën lot që nuk ranë. Trupi u drodh. Djali i saj? Të mbetej? Pa të? Jo kur. Të nesërmen kur ajo po mbante djalin në prehrin e saj, Kunata ju afrua me një fytyrë të ngrirë. Mira, e dim që je në zi, por rregullat e shtëpisë janë të qarta. Nuk mund të rish më këtu. Mira ngriti sytë e lodhur. Pse? Pse të mos ri? Unë jam nusja e kësaj shtëpie. Kam lidhur një fëmijë këtu. Po, por tani e ve.
Dhe Kunata duke shmangur syt. Dhe këtu është Marku, nuk lejohet. Mira ndjeu gjakut ti shpërthente në kokë. Po djali, çfarë do të bëhet me të? Kunata heshti për disa sekonda, pastaj tha me zë të butë, por të ftohtë. Ai mbetet me ne, kështu është zakoni. Mira ngriti foshnjën në krahror sikur dikush do t'ja rëmbente në atë moment. Nuk e lë, tha ajo me një zë që u drodh, por që brenda kishte zjarr. As ju s'më hiqni nga kjo shtëpi, dhe as djalin nuk e prekni. Por askush nuk i përgjigjej zemrës së saj. Aty fliste kanuni, jo njerëzit. Në mbrëmje shtëpia u mbush me atmosferë të rëndë. Gratë flisnin me pëshpërima. Burrat flisnin pak, por hapat e tyre rëndonin dyshemen sikur po sillnin vendime të pakthyeshme. Mira u mbyll në dhomën e saj. Djali flinte, por ajo jo. Nuk mund të flinte. Zemra i rrihte aq fort, sa çdo sekond dukej si ishte thik. Ajo e dinte një gjë të vetme, por aq të fort sa i përvolonte mendjen. Nëse qëndronte, do t'ja merrnin djalin. E shikte në syt e tyre në mënyrën si shikonin fëmijën e saj, jo si nipin që duhej mbrojtur, por si trashëgimtar i shtëpisë, një pronë e tyre. E ndjente se po të rinte edhe një ditë më shumë në natë çati, do të zgjohej një mëngjes dhe djali i saj do të ishte marrë prej krahëve të saj pas një të drejtë fjale. Nëse priste pleqnarët, e humbte betejën. Pleqnarët s'mund të mbronin një nën, jo një nuse të re pa burr. Pleqnarët i përmbaheshin kanunit, rrugës së vjetër, gurit të rënd që gjithmonë binte mbi kurrizin e grave. Ata do ta gjikonin sipas rregullave, jo sipas dhimbjes së saj. Dhe ajo e dinte, vendimet e tyre nuk kishin kur në anën e një gruaje që kërkonte drejtësi. Nëse heshte, humbte gjithçka. Heshtja do ta varoste gjallë, do të hiqte zërin, dinjitetin, fëmijën. Heshtja në atë shtëpi ishte si një lak që ngushtohej çdo ditë. Heshtja ishte ajo që prisnin të gjithë prej saj, të ulte kokën, të pranonte, të duroj. Por brenda saj shpërthente një zë i egër, një zë që se kishte dëgjuar kur më parë, një zë që i thoshte: nuk je lodër, nuk je mall, je nën. Dhe një nën, kur e shtrëngojnë në qoshe, bëhet me forcë se çdo kush. Ajo i ndjente duar duke i dridhur, por vendimi po ngrihi në brendin e saj si një dallgë që s'mund ta ndalonte askush. Çdo rrahje zemre i thoshte se koha kishte mbaruar, nuk kishte më vend për frikë, nuk kishte më vend për pritje. Në ato momente midis një shtëpie që se donte më, një familje që e shihte si bar dhe një fëmijë që ishte gjithçka që kishte, ajo kuptoi se duhej të ikte. Jo për vete, jo për t'i sfiduar, por për të shpëtuar atë që kishte mbetur nga jeta e saj, djalin. As ajri si dukej më i njëjtë, dhoma, korridori, pragjet e derës, gjithçka i ngjante si një burg i heshtur që priste vetëm një hap të gabuar për ta mbyllur brenda përgjithmonë. Ajo e dinte, nëse nuk dilte atë natë, nuk do të dilte kurrë. Dhe këtu mbyllet pjesa e parë historisë së Mirës. Në videon e nesërme do t'tregojmë se si ajo aratiset natën me djalin në krah, çfarë ndodh gjatë rrugës, kush e ndihmon dhe çfarë përballon kur shkon në shtëpinë e prindërve të saj. Mos harroni të abonoheni në kanal, nëse nuk e keni bërë tashmë, dhe të klikoni zilën e njoftimeve që të mos e humbisni vazhdimin e historisë së trisht të Mirës. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Vazhdimi vjen nesër.